Kandidatët për kryetar komunash edhe sot e kanë mundësinë për të bindur qytetarët që t'i votojnë, pasi nga mesnata fillon heshtja zgjedhore për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale që do të mbahen të dielën më 2 nëntor dhe përfundon pikërisht atë ditë në orën 19. Në rrethin e dytë do të votohet në gjithsej 33 komuna, përfshirë këtu edhe qytetin e Shkupit. Në 3 vendvotime në Shuto Orizar do të ketë rivotim për këshilltar komunal, pasi gjykata administrative i shfuqizoi rezultatet pas parregullsive të konstatuara. Në 4 komuna ku nuk u arrit cenzusi në rrethin e parë më 19 tetor, do të ketë përsëritje të zgjedhjeve, 60 ditë pas publikimit të rezultateve përfundimtare nga zgjedhjet lokale. Bëhet fjalë për Gostivarin, Vrapçishtin, Qendër Zhupën dhe Mavrov Rostushën. Në zgjedhjet e së dielës, fokusi kryesor do të jetë në kryeqytet, ku të drejtë vote kanë 474.394 votues. Votimet do të ketë edhe ditën e nesërme. Votojnë të Sëmurit dhe të Burgosurit, sipas të dhënave nga KSZ. Për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale, për të votuar janë paraqitur 4.826 të Sëmur dhe të pamundur, ndërsa më së shumti janë nga Kërçova dhe atë 823. Votimet do të vëzhgohen nga 1.569 vëzhgues, 904 vendor dhe 651 ndërkombëtar, ndërsa për raportim janë akredituar 14 gazetar të huaj. Të drejtë vote kanë mbi 1.013.000 qytetar, njoftoi KSZ. Në Tetov të shtunën në gjithsej 117 vendvotime do të zhvillohet raundi i dytë për kryetar komune. Në komunën e Tetovës do të votojnë 87.878 qytetar me të drejtë vote. Nga komunat e Pollogut, rreth të dytë të votimit do të ketë në komunën e Bërvenicës dhe Bogovinës. Gjatë heshtjes zgjedhore, mediat vazhdojnë të raportojnë për zgjedhjet dhe për rrjedhën e votimit, por nuk guxon të emetohet asnjë nga format e prezantimit mediatik zgjedhor, bëhet e ditur në njoftimin e Agjencisë për Shërbime Mediatike, Audio dhe Audiovizuale.